Punonjësit e kulturës protestojnë të martën me fillim nga ora 12, siç kanë bërë me dje nga Sindikata e Punëtorëve të Kulturës së Maqedonisë. Një këshill protestues në përbërje të zgjeruar do të mbahet si nesër në mesditë para Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit. Shkaku i protestës, siç bëjnë me dje ata, janë vonesat në pagesën e pagave, udhëzimet e paqarta për përllogëritjen e pagave nga ana e Ministrisë dhe mos respektimi i kontratave kolektive. Ndërkohë, LSDM opozitare ka kërkuar edhe sot dorëheqjen e Ministrit të Kulturës Zoran Lutkov. Kjo parti paraqet pushtetit 3 kërkesa. LSDM kërkon dorëheqje dhe përgjegjësi politike nga Lutkov për kaosin që ka bërë në kulturë, tërheqje nga deklaratat e turpshme për privatizimin e trashëgimisë kulturore, pagesë urgjente të pagës së marsit për të gjithë të punësuarit në kulturë. E VMRO thotë se LSDM është partia e fundit që mund të flasë për drejtësi dhe për kulturën. Ata, sipas VMRO-s, janë simboli i padrejtësisë, korrupsionit dhe krimit. Në kohën e LSD-s janë mbyllur hetime dhe janë kërcënuar prokuror. Kriminalet nga krerët e pushtetit mbroheshin si të jenë të shenjtë. Qytetarët ishin dëshmitar i përndjekjeve politike të kundërshtarëve. Gjykata Supreme ishte shtap partjak, kurse Këshilli i Prokurorëve Publik vëzhgues me mec i krimit. Të punësuarit në kulturë nuk e kanë marrë ende pagën e muajit mars. Revolta e tyre u shtua kur paga e tyre nuk u dha për festën e Pashkëve. Ndërkohë, pa paga brenda afatit ligjor kanë mbetur edhe pjesë të tjera të sektorit publik, ndërsa edhe ata që i kanë marrë nuk e kanë marrë rritjen e nevojshme prej 12%, ashtu siç është paraparë sipas marrëveshjes së përgjithshme kolektive.